Se Ponari është i riu shqiptar që prej 16 vitesh jeton në Cambridge të Mbretërisë së Bashkuar, ai ka ndërmarrë një sfidë të pabesueshme ku do të përshkojë me vrap 2750 kilometra për 40 ditë. Nisja u bë në Cambridge, ndërsa finishi do të jetë në Tropoj. Ky është momenti ku Ponari pas 36 ditësh ecje mbriti në hanin e Hotit paraditën e së dielës. Aventurë sfiduese, por mbi gjitha shërbyese. Ditën që u nisa e kom di që do jetë e vështirë, por jo kaq e vështirë. E kom di që do ketë rreziqe, por jo kaq rreziqe. Maksimumi që kom mendu në i gjarë për rrugës, po jo më përfundu domethënë me i piku në një moment domethënë u futa në rësirë dhe ishim Kroaci. Ishin këto rrugë të vogla, rrugë kombësore, rrugë dhish që them unë. Edhe ishte një farë gërmine, një shkom, një 15 metra. Edhe aty e kom pa për herë farë veten rrezik shumë. Por fatmirësisht do ola edhe makina, trafiku ka qenë problem shumë, sidomos në Kroaci prap. Kroacia ka qenë shteti më sfidues. Qëllimi i udhëtimit e pik nuk është vetëm fizik, por edhe një mision shpirtëror që lidhet me rrënjët. Unë fillova aksidentalisht vrapin një mëngjes, u bona pak më nerva me trajnerin. Gjithmonë e kam pas marak të barkun rrafshish kur kam qenë dikur 15 vjeç. Edhe vrapova të një punë që unë kisha një 60 km larg. Vrapova, unë mundova me vrapu se pas 50 km u dërzova, 9 orë gjys se bona dot. Aty më filloi të marr kapi inati. Por edhe vrapin pëlqej sepse diçka që më bën me ndajt me veten shumë, me reflektu. Edhe nga aty domethënë më bëu si pasion. Pastaj pas një 6 muajve që i bie kësaj kohe pak a shumë, e bona i pyetje vjetje thash. Qa të desh në me shku në Tropoj me vrap. Mirë për ngeli si ide. Edhe këtë vit, që u futëm 2025, më rikujtu prap. Edhe thash, shumë e kom folë për këtë punë, për s'kom bëha si gjë. Do t'a bëj. Edhe mbi gjitha, thash me që babi bën 10 vjetorin këtë vit që ka ndru jetë, thash do t'ja dedikoj vrapin babit, edhe do shkoj nga shtëpia ime te shtëpia e babait. Edhe unë besoj që për çdo gjë që ne vejmë qëllim jetës, në qoftë se arsyeja nuk është e fortë mjaftueshëm, ëndra gjithmonë ngelen ëndra. Se Ponari ka nisur këtë sfidë që prej datës së 10 maj, ai është shoqëruar nga 4 persona, pjesë e stafit të nevojshëm.